Mbi 550 të vdekur e mbi 1400 të lënduar nga përmbytjet në Nepal dhe Tibet. Nga përmbytjet e mëdha në kufirin Nepal-Tibet, të mërkurën janë mbytur rreth 558 persona, me shumicën e tyre në Nepal, sipas BBC-s, e mbetën të lënduar mbi 1400. Përkatësisht rreth 547 trupa u gjetën në Nepal. Në Tibet janë rreth 5 të vdekur, përgjithsisht mbeten mbi 900 të zhdukur. Fatkeqësia ndodhi rreth sistemit të lumit Lhende Kola Botekoshi. Situata po raportohet se mbetet në një fazë kritike sipas autoriteteve kineze në sajt të operacioneve të kërkim shpëtimeve. Madje liçeni bllokuar nga përmbytjet sipas ambasadës kineze në Nepal është aktualisht në një nivel të lartë uji dhe ka nisur të mbushet së tepërmi, duke rritur rrezikun e një derdhjeje, sipas tyre. Shkaqet e përmbytjeve sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s ishin rënja e akullnojave dhe rrjedhja e mbeturinave, ndërsa raportohet se ekziston mundësia për një përmbytje të dytë, përfshirë si shkak mbeturinat që bllokojnë lumenjt.